Vallai, sa herë që mendoj, aq herë mendoj që nuk është ende tjetër. Nuk është ende tjetër dhe me këtë që më këra mu që ti e din kërë fatkeqësinë, unë e kthej në punë. Se mos kisha po punë në sot unë nuk do isha fisha. Se ne artistat jemi pak si fëmijët, që jenë rove për diçka, kështu që majna ime do të kishik, do të më kishik do t'jerë me gjishtë. Unë sa tipet që kam në shtëpi, unë po jetoj dhe përballoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Se një njeri që nuk bën një gjilpon edhe për 6 muaj me ikë, kjo është tragjedi e madhe. Por që ishte njeri që ka respektuar njerëzit, që të kërkosh një duan, ti të 5, se ka njerëz që kërkojnë duan rrugës. 5 i të shoh beso pse, hajde baba. Është zemër gjërë, zemër mirë, në punë. Varrimi që ka bërë dite, ka qenë kulmi pandemisë, kur dilshi nga dera, 500 euro ka qenë gjoba. Rikard Lali, aktori më i madh, shkoi me 3 veta në rrezë. Shkoi tim shkoi me 8 kurore edhe nga 2 vajza këto kuroret. Plus gjithë bulevardi rrugës tim u mbush këtë. Respekti i gjithë asaj, respekti i punës. Do të thonë që po ti më ne ka këto mikpënia, pse me ik njëri i mirë, pse me ik, po futë zotë thënë. Absolutisht, rasti që ka ndodhur është kogja i vështirë. Se ka përmend, nuk e kam përmendur në emisionin këtë, po është era para që përmend ju, po. Kështu që njeriu pa punë vdes.